Dyert të shkollës Mihajl Grameno në Fushë Kosovë do të janë të hapura edhe gjatë pushimit veror, me që oborri i saj është ndruar në parking të përkohshëm për mërgjimtarët dhe qytetarët e kësaj komune. Kjo mas synon të lehtësoj mungesën e vendeve të parkimit, problem që bëhet edhe më i theksuar me shtimin e numrit të automjeteve gjatë muajve të verës. Për qytetarët, ky vendim është i duhur. Patjetër që është e mirë, nuk diskutohet kjo. Normal që është e lejushme. Se nëse përderisa ka leju komuna, do të thonë, kanë ligjërisht drejt edhe të jashtit për më parku, edhe këta sa i përket me kerre privat, kushdo që tjetë. Vendim më të mirë s'ka për mërgjimtarët. Parkingun këtu e kemi pa pare edhe mujna me parkiru kur dojnë. Përveç oborrit të kësaj shkolle, kryetari i komunës Valon Prebreza thotë se po shqyrtohet mundësia që edhe shkolla Selman Riza të vihet në funksion të parkimit gjatë verës. Duke pas parasysh që në komunën e Fushë Kosovës jetojnë shumë mërgjimtarë dhe ardhja e tyre e ngjall qytetin e Fushë Kosovës, kemi pa të arsyeshme që fillimisht shkollën Mihajl Grameno, parkingun, hapësirën e saj ta lëmë në shfrytëzim për parking dhe ta shikojmë mundësinë edhe në shkollën Selman Riza. Deri në një zgjidhje të përhershme për problemin e parkingut që është në komunën e Fushë Kosovës, e për cilën jemi të punuar intensivisht në projektet e radhës, ku po shpresojmë shumë që deri në fund mandatit të jepet epilog problemit të parkingut në komunën e Fushë Kosovës. Një vendim të ngjashëm ka marrë edhe komuna e Mitrovicës. Përveç oborreve të shkollave, mërgjimtarëve u janë vënë në dispozicion edhe hapësirat e parkingut pranë disa institucioneve tjera të kësaj komune. Kemi të bëjmë me shkollën Gjimnazium Frank Bardhi Mitrovic, shkollën e mesme Tul Gjeladin Deda, shkollën e Srem Qabej, Ismail Qemali, Bedrigjina, Arkitekt Sinani, si dhe Migjenit. Do me thonë, kemi të bëjmë me hapësirën e parkingut të muzeut, të bibliotekës së qytetit, të palestrës minatori, hapësira përballë komunës dhe hapësira mbrapa komunës, përkatësisht oborret e komunës. Edhe komuna i Stogut ka shndruar oborret e shkollave në parkingje. Miratohet lirimi i hapësirave të jashtme të shkollave që kanë hapësira të mjaftueshme për të shfrytzuar për parkingje me qëllim të lehtësimit të qarkullimit për shkak të fluksit të madh të bashkëdhetarëve tanë nga diaspora. Obligohen drejtorët e shkollave që të lejojnë shfrytëzimin e oborreve dhe të hapësirave të jashtme për parkingje. Vendimet të ngjashme marrin edhe komunat e tjera gjatë sezonit veror. Këto hapësira mund të shfrytëzohen deri më 31 gusht.